Përshëndetje miq të dashur, ju përshëndet Dangeli nga Diaspora Flet, shkruajnë Avidën e Radhës, Edi Rama, Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi. Sepse masi e kemi dëgjuar të gjithë që Ramushi pedon Hashim Thaçin për president, vjen pyetja pse. Kur Ramush Haradinaj nuk kalon akuzë pa ja gjuar Hashim Thaçit për Mitrovicën, për hajni, për korupcion, për budall, ky s'din histori, gjitha e shumë e tjera. Tash për kërkon për president, nuk e diçka s'po vjen era mirë miq. Mu ma mërmenja, që unë e di, por gjatë videos të diskutojnë bashkë miq. Por ju kisha lutë, ndëgjoni deri në fund videon, për me kuptuar se për çka po bëhet fjalë. Shkojna me që lutem. I Kosovës Ramush Haradinaj dyshon se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë biseduar për ndarjen e Kosovës. Atëherë Ramush Haradinaj çka po të vinë Hashim Thaçi ti për president tash? S'e kuptoj, për çfarë arsye? Kur një njeri që është i armik i Kosovës, që ke mik s'mund në konë, veç armik, në atë moment që bisedon me Vučićin për ndamjen e Mitrovicës, ky mik s'mund me konë i Kosovës. Armik po, njëjtën me Ramën. Shkojna miq? Ndërsa sipas tij, këto biseda i ka udhëhequr përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Ekziston një dëshim i bashkëpunë që zoti Vučić, zoti Thaçi, zoti Rama kanë pas diskutime lidhur me ndarjen e Kosovës. Shpresoj që tani ata do t'i kërkojnë falje njëri tjetrit. E atëre, qa po ta mërmeni aty i nderuar që pas ka ndryshuar Hashim Thaçi, që tash pe kërkon për president. A mund me na tregu? Jo mu, popullit se unë e di. Çka pas ka ndryshuar tash? Kur u bë Hashim Thaçi mirë për ty tash? Që po kuptoj Ramush? Ishkon mirë me na tregu. Për kohën që ja kanë humbë vetës e popujve të vetë. Ato që kanë marrë pjesë këtë koncept të lëvizjes të hapjes kufive, gjithë ato që i keni dëgju, duke e pëlqy. Kush janë këta? E din gjithë më mirë se unë, i madhe i vogël. Është kryeministri i Shqipërisë, është presidenti Thaçi, është presidenti Vučić edhe plot tjerë. Me tre Emër me se dhashën, pse di, për bes nuk për kuptoj. Onës për kuptoj sa, o Ramush Haradinaj diçka pozim. Së është e palogjishme, miq të dashur, është e palogjishme, është e paneshme, është e pamoralshme, me akuzu një njeri, mi thonë gjitha gjërat, të këqija e ma të këqija, pe kësajna që ka dash me dha Mitrovicës, këto e realitet, s'ka diskutim, por me kërku tash për president, unë këta s'me kuptoj. Unë këta s'me kuptoj, miq të dashur. Po me gjithat, shkojmë të ngojmë. këta e me plot tjerë. Po flasim për këta tre të dukshmit. Ai akuzoi këtë të fundit bashkë me kryeministrin Rama dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi se kanë punuar për ndarje të Kosovës. Plot zyrtarë të Kosovës që janë rreshtuar pro ndarjes, pra nemët shkëmbimit territoreve, kanë bërë gabim të madh. Të gjithë ata që kanë qenë pjesë e kësaj, qoftë Vlora, qoftë presidenti Thaçi, qoftë kryeministri Rama, qoftë tjerë. Po është e vërtetë kanë qenë pjesë e kampanjes për ndarjen e Kosovës, nemët shkëmbimit territoreve. A me kuptoni miq të dashur? Kjo është arsyeja që ushtini me po këtë video. Që sa po e një në arkiva, po gjon, jo ndo bilim që ma mirë mos me publiku hiq. Po do vjen dita, se një ka një kom i publiku gjitha. Shkojna miq. Zgjidhje Kurti, Tash, pra regjimi i Kurtit, me thënë drejtën, këtu me fillim e akuzon Kurtin tash, regjimi i Kurtit. Kuptoni miq apo? Regjimi i Kurtit. Shkojna miq? është nderën e kësaj legjislature
po edhe të çdo legjislature që t'ja vazhdojmë mandatin presidentit Thaçi. Ati është marrë mandati, ka një ndërhyrje ligjore dhe me kthimin e tij është nderin tonë si shqiptar, si kom, jo për shkak ndonjë afërsie. Ramush Haradinaj, po më keq që po do të më thonë, po nëse është nder për to, atëherë ku po jetë ti bre buri dhjet. Çfarë fytyre ki bre vllati? A ki fytyrë, as ki fytyrë hiç. Po çish o burr po del peshoni njeri, po thotë që është tradhtar, ka dash me Nomi Trovicën, Peli president. Tregon a burr ku po të dhem. Që ndrysh nuk ka shumë. Tregon a ku po të dhem vëlla. Ku tash në është vorë, hashim thotë që ti. Për çka? Tregon e vëlla, mos ujtit, mos ti edhe peshon, edhe po thu tradhtar, edhe ky, edhe Vlora, edhe Edi Rama. Kam bashkëpunu me Vučićin, për ndarjen e Kosovës, ka po thu tash po du president. Kjo nuk shkon ty. Po, diçka është e madhe këto, e këto veç ti mosh me ditë. Po dush me spjegu. Shkojna miq? Partiaka politike, po për shkak një kundërpërgjigje të armishve të Kosovës, që kur nuk flajnë, që t'ja vazhdojmë ashtu i ta vetë shitën, Hashim Thaçit, Kadri Beserit, Isa Mustafas. Shpirtave të shitën, që fjallë me keqë që mund s'ka ku shkon. Qas poshtë, qas me nivel tult, e ka ofendu, tash pe kërkon president prap. Kjo dvret miq të dashur. Ky ka mendu që ato që ka fol nuk jesin kërkun, i haram populli. O Ramush, edhe që i haram populli, ne nuk i lomi me haru. I ripërsërisim, ja u rikujtojmë. Edhe ty, edhe popullit tonë të dashur. Shkojna miq? Shitun e të presht, shpirtave që janë edhe hena, që mos guxojnë me Jo. në i pjesë Kosovë. Nëse and I like Hashim. We are not problematic guys. I like Hashim. Për të kë, Vučići po thot I like Hashim. S'po thot I like Albin Kurti. I like Hashim po thot. A thuhet pse? Për PDK-n, përgjithësi e kom këtë pyetje, a thuhet pse? Edhe votuese PDK-s. Ma shumë të i votuese PDK-s. Ka zonë i votuese PDK-s. Pse? Po thot Vučići I like Hashim. Kush se kupton, unë e du Hashimin. Ose mu më pëlqen, me këthi bukfalishtu, mu më pëlqen Hashimi. Politikisht është fjala. Pse? Se kam pazaret bashkë. E ju du me bu këtë pyetje vetë, jo, unë me të regu juve. Me në ka dalë. Një kryeministër, ose një president, ose një deputet që pe votoj unë, edhe po më thot Vučići, I like him, unë e du ato, do të me aqit vete gjishtin kokë e me thonë pse. We are not problematic guys. Normal. Normal që sini. Se qa ka thonë Vučići, Hashimi ka bo. Hashim Broja. Historiani. Po shkojna miq? Try to do agreement. Will make this hot for them. Edisje nervoz. Edisje va. Edisje po shpurdhen, po s'kan ku jamon. Me vjedh nuk po. Kushta vjedh do të dëshrohet, plus do t'i kthehet pas mbijas ti. Se aje që ka qenë të gjithve nuk mund bëhet për dikuj. Absolut. Mi që dashër, mendimi është kë, që Ramush Haradinaj po i friksohet pasurisë që i ka bërë të pandershme, se tana mund me kone që deshës mund me kone, gjithat pasuri që i ka Ramush Haradinaj mas lufte,
Sa i tutet. Biros për konfiskimin e pasurisë të paluajshëm. Për këtë arsye e don Hashim Thaçin president. Se e dina që ky Ramushi president më i bëhet. E di shumë mirë. E tash hajtë na shtapojnë Hashimin e shtyllën e vjet. A mos ka është Ramush valla. Nuk ka. Se vonim po, a pështim s'ka. Mirë të dashur, unë i përshëndes nga diaspora flet, mirë po shumë, vitë me radhë.